Ky është një aksion i policisë në koordinim me prokurorinë themelore në Ferizaj që duhet të përshëndetet, po besoj që policia dhe prokuroria i kanë kry gjitha punët dhe veprimet hetimore para se të ndërmarrin një veprim të tillë. Morë parasysh se në rast se bëhet një hap i gabur të rastat atëherë mund të vijë edhe deri te humbja e gjurmëve apo edhe provave të cilat janë shumë të rëndësishme në këtë rast. Policia dul me deklarime se një armë është konfiskuar një zyrtari policor, që është normale zyrtari policor gjithë posedojnë. Nuk dhanë detaje tjera përveç disa laptopëve, telefona. Arma e krimit nuk është konfiskuar, por mbetet shihet. Po në bazë të hetimeve dhe në bazë punës policore po besoj se ata këtë rast e kanë qëllu edhe cakun edhe akterët e kryerjes së kësaj vepre. I bishë, po do të pyes, ne këtu jemi ballafaquar në Kosovë me çështjen e ekstremizmit të dhënshëm prej vitit 2010 e tutje. Mirë po, sa të rrezikshme janë këto çështje pra kur po shihet se nëse vërtetohet që është terakt, kështu është viktima e parë në Kosovë që shënohet për shkak të këtyre motivave. Pra deri më sot nuk ka pas një viktimë në Kosovë, nuk ka pas një vrasje në Kosovë për motive që kanë të bëjnë me ekstremizëm fetar. Nëse kjo vërtetohet që dyshimet janë shumë mëdha, është rasti i parë që madje cak është një zyrtar policor. Por ekstrem dyshimi i bazuar, zot ngutur në procedurë me predikuar çështjet, por mendoj që është një rast i një krim i rënd i vrasjes zyrtarit policor, zyrtarin e kryer detyrës, edhe atë policia i uroj për një sukses tillë të zbulimit shpejt, ata kanë pasur më herë targetum këta dy kryes, apo një kryes me një bashkryes, por kanë pritë që mund nga ajo që këta janë ndërlidhur në një grup si dyshohet të strukturuar, të organizuar të grupit pra ekstremist, kanë përcjellur edhe ka ardhur deri te një pra arrestim prej 7 personave. Mendoj për gjithë këtë që kjo e mor një tash është në fazën e hetimit, po e mor një epilog nga se realisht u kriju një shqetësim edhe në të qytetarët edhe në përgjithsisht për mënyrën tinzare të kryerjes, por njëkohësisht edhe një specifike që në momentin e kryerjes të veprës sipas asaj që ekziston dyshim bazuar se personi ka qenë i mitur, pra dorasi në momentin e kryerjes, tashmë është i rritur, ka mbush 18 vjet. Dhe për para shtëpitë për ju, Zebishe, për pas edhe për zotin Canolli, a duket pak strategjike kjo? Kur një i mitur e kryen, pra e di që procedurat ligjore janë nuk durojnë shumë për edukim, nuk tolerojnë shumë, le themi, gjuhë jo konvencionale për procedura ligjore, mirë po në shikim para të shiheni një çështje strategjike, pra se kush ta kryej veprën penale, pasi që me kodin e drejtësisë për të mitur, tek ne një të mitur nuk mund ta dënosh më shumë se sa 10 vjet. Ne bisedojmë me Ilmiun pak më herët para se të hyjmë, nga se realisht është ajo që edhe the Dimran, mund të jetë një koncept apo një strategji për këtij grupi për të kryer më i miturin, nga se kjo vepër e rënd penale ku përfshihet pra dënimi më i rënd 25 vjet burg i përjashtëm e vrasjes së zyrtarit policor me detyrë,